Shumë interesante kjo. Avokat, edhe një gjë tjetër, përsëri e lidh me politikën, sepse reagimet nga politika për ngjarjen për vrasjen e gjyqtarit ka qenë më të ndryshme, po më bëri përshtypje dy deklarata. Ajo ministres së Brendshme që tha avokat që nuk ka përgjegjësi policia në ruajtjen e gjykatës së apelit. Dhe e dyta e zotit Berisha që tha që Astrid Kalaja ka qenë dhe gjykatës për çështjen e Vulës, historia e Vulës Partisë Demokratike. Le ma çmeresh me Saliu tani, ç'ma ka trauma me Saliu. Nuk arsyeton Saliu jashtë interesit të tij zotëri. Arsyetimi është vlerë e përgjithshme kombëtare, nuk është interesi im. Prandaj, ç'ma merr mua Saliu? S'më duhet fare që thotë Saliu, ai ka të shtuar gjithmonë me ato që thotë dhe është non grata në Amerikë. Nuk është njeri me normalitet. Prandaj pse ta zgjasim? Dhe në non gratën e tij është për korrupsion të lartë në çështjet. Të shikoj që të hesin gjyqet. Unë nuk mund të flas për njëri që është i pandehur, se jam profesionist. Të shikojmë gjyqet edhe atje do kuptojmë se ç'ka ndodhur. Po deklarata e ministres së Brendshme që tha nuk e garanton policia gjykatën? Sigurinë gjykatën? Çfarë tha? Nuk e garanton policia sigurinë në gjykata. Jo, policia nuk e garanton policia e shtetit. Kjo që është. Po. Një minutë, do policit veçantë, se garanton ajo, do polici profesionale, të cilën nuk e ka. Me ka zgjidh atje. Tani që kanë filluar krimit të Kodasi, sigurisht do nxjerrin në skenë policinë profesionale që duhet ta specializojnë perëndim. Pa ik njerë vrit një gjyqtar në Amerikë, ose në Itali, o në Francë. Po, si ruhen, kanë sistemin e vetë. Atëre ka ardhur koha që dhe ne të krijojmë sistemin perëndimor të mbrojtjes së gjyqtarëve, gjykatës dhe prokurorëve, po sigurisht që ka ardhur. Atëre duhet një ligj i ri dhe duhen eksperienca të reja që duhen marrë në perëndim. Shumë interesant. Sepse kriminaliteti, zotëri, keni parasysh në çdo shtet ka normën e vet të perfeksionit. Vjen nga një moment vulgar që ka çdo njeri i thjesht në moment të sofistikimit kriminal. Me marrin pjesë 4, 5, 6 individ që fshehin gjurmët. Nëse pse zgjasim këtë se ky është profesion, po ta kam fjalën që është gjë e vështirë lufta anti-krim. Dhe Shqipëria ende nuk e ka në nivelin e lartë. Të shikojmë do na ndihmojnë perëndimorët dhe sidomos politika amerikane me ndihmë në kuptimin profesional të shohim. Okej, avokat, falenderoj shumë për këtë bisedë shumë interesante. Faleminderit për jush, mirupafshim.